Mëngjesi nis me një moment tejet romantik që moderatorja bukuroshe Chiara Tito ka ndarë në orët e vona të mbrëmjes së dieshme me bashkëshortin e saj Luis Eili. Ajo ka publikuar në profilin e saj Instagram një foto kolazh ku shfaqet e veshur me rrobat e gjumit dhe gati për të fjetur krah partnerit të saj, të cilin e ka thënë që është streha e saj e vetme ku ndihet e sigurt dhe e dashur. Në kolazh shfaqen 4 foto ku në 3 është Luisi me Chiarën pranë njëri tjetrit dhe në tjetrën është vetëm një zemër që ata kanë formuar me duart e tyre. Chiara e ka shoqëruar këtë postim me një këngë tejet romantike dhe dashurie të huaj, çfarë i jep një tjetër ndjesi momentit që ajo ka ndarë me ndjekësit e saj. Këtë moment e ka ripostuar edhe fenomeni shkodran Luis Eili në profilin e tij Instagram. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e tyre nuk kanë hezituar ta komentojnë dhe t'u dërgojnë mesazhe tejet të bukura ku i shprehin admirimin që kanë për ata si çift. Luisi dhe Chiara vijojnë të përcjellin shumë pozitivitet dhe shumë dashuri në rrjetet sociale dhe duket se asnjëherë nuk kanë për të shgënjur. Shumica prej njerëzve që i ndjekin me shumë dëshirë dhe dashuri e kanë komentuar këtë postim që ata kanë ndarë në Instagram si një moment që ua ka ndriçuar ditën e sotme, pasi duket që fotoja e arriti qëllimin e saj për të transmetuar sa më shumë ndjesi të bukura dhe pozitive. Aq sa edhe ndjekëve të tyre u është zbukuruar mëngjesi, por sa e kanë parë. Çifti e ka kaluar mbrëmjen e dieshme në vendlindjen e shkodranit të zemrës Luis Eili, nga ku ndan edhe shëtitjen e tyre përgjatë pedonales së bukur. Edhe fotot duket që janë realizuar në shtëpinë që fenomeni shkodran ka në Shkodër. Ende nuk dihet vizita e tyre në Shkodër, por me siguri do e zbulojnë së shpejti. Ndërkohë të gjithë nuk po ngopen se e pari kolazhin që moderatorja bukuroshe Chiara Tito ka publikuar mbrëmjen e dieshme në orët e mesnatës. Duhet thënë se ndjekësit e tyre i adhurojnë këto momente që ata servirin me njëri tjetrin në publik. Kushto pret me padurim momente të tilla dhe nuk heziton t'i komentoj si çaste që nuk do ngopen kurrë së i kërkuari dhe së i dashuri. Me siguri edhe ata të dy po e ndjejnë dashurinë e madhe që ndjekësit shprehin për ta. Dashuria e bukur dhe e veçantë e Luisit dhe Chiarës vazhdon ta përfshijë një masë të madhe të shqiptarëve. Na mbetet të presim dhe të shohim se çfarë tjetër ata do të ndajnë me ne në vazhdim.